Mos u gëzo me plagët e të tjerëve. Ti cili je begatuar nga Allahu me punë, ku të ulesh në ndonjë tubim dhe në mesin tënd ke njerëz pa punë apo me rrogë më të ulët, mos fal për investimet e tua dhe rrogën tënde të lartë apo udhëtimet e tua. Nëse detyrohesh të flasësh, rikujtojua atyre se kjo është begati dhe risk nga Allahu, dhe se risku është në dorën e Allahut, dhe se bereqeti nuk varet nga pasuria e shumët. Sa e sa pasanik nuk e shijojnë lumturinë dhe nuk e gjejnë atë edhe për skaj pasurisë. Plaga rritet dhe nuk duron të shtohet edhe më shumë. Ti cili je begatuar nga Allahu me diploma shkencore, kur të ulesh në ndonjë tubim dhe në mesin tënd ke njeri që kushtet e kanë penguar që të vazhdoj shkollimin, mos fol para tij për gradat e tua shkencore dhe kulturën tënde të gjerë. E nëse detyrohesh të flasësh, thuaj se jam i sinqert në atë që e them, se dituria nuk është në diploma apo në nota dhe në universitete. Sa dietar janë të njohur dhe kanë arritje të mëdha, edhe pse nuk kanë diplomë universitete dhe grada shkencore. Plaga rritet dhe nuk duron të shtohet edhe më shumë. Ti cili je begatuar nga Allahu me prindër, kur të ulesh në ndonjë tubim dhe në mesin tënd ka njeri që e ka humbur ndonjërin nga prindrit apo ata të dy, mos fol për dashurinë dhe butësinë e prindërve të tu ndaj teje. E nëse detyrohesh të flasësh, thuaj se jam i sinqert në atë që e them, se humbja prindërve nganjëherë bën që njeriu të rritet më shpejt dhe të jetë më i fortë në personalitet dhe njeriu të përfitojnë përvojën nga përgjegjësitë që i merr para kohë. Ti i cili je begatuar nga Allahu me dëgjim, pamje, të folur me prekje, me shëndet, me pasuri, bukuri, liri, sukses apo me çfarë do begatie qoftë ajo, rikujtoje se Allahu është posëdues i begative. Plaga rritet dhe nuk duron të shtohet edhe më shumë. Të ndjesh me njerëzit është gjë e bukur, kurse të lëndosh dikë në ndjenja me qëllim apo pa qëllim është gjë e shëmtuar dhe e ligë. Mos haro se Allahu mund të ta marrë këtë begati nga ti, nëse ti nuk ja jep hakun si duhet. E nga haku është ta falënderosh Allahun për të dhe të mos bëhesh mendjemar. Nga arabishtja, Irfan Yahiu.